on this day. 1646, lindi matematicienja italiane Elena Cornaro Piscopia, gruaja e parë që mori një diplomë universitare, lindi në Venecia. 1883, lindi në Cambridge John Maynard Keynes, ekonomisti anglez, idetë të cilit hollën bazat e makroekonomisë moderne. 1900, ka lindur Dennis Gabor, inxhinieri hungarezo-britanik, që shpiku holografin, për të cilën edhe u vlerësua me çmimin Nobel. 1939, lindi në Alberta, kryeministri 16 i Kanadas, Joe Clark. 1941, viti lindjes së aktorit amerikan Spalding Gray. 1941, në po të njëjtën ditë dhe vit, ka lindur dhe Robert Kraft, pronari amerikan i New England Patriots. 1953, sot është edhe ditëlindja e Kathleen Kennedy, producentja amerikane e filmave si Jurassic Park e të tjerë. 1971, ka lindur aktori i famshëm i Hollywoodit Mark Wahlberg. 1979, është ditëlindja e basistit të bandit Fall Out Boy, Pete Wentz.